Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falëndrime, lavdrime, të adhurime tona të kënë Allahut Azza wa Jall. Ose paqja dhe bekimi të tij qofshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e shokët, gjithë ata që dinë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht, me vërejtë që shumica e xhamatit janë shkuar në anën e majt hoxhës, nuk e di çfarë dallimi ka majta pe mesit, por sidoqoftë do të detyrojmë pak më kthih më shumë kësaj da. Takohemi sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall në takimin ton të përjavshëm me temat tona të radhës, por me të cilat po munduemi që të mësojmë për fenë Allahut te bareka ve taala që na duhet në jetën e kësaj bote dhe që na duhet në rrugën tonë të Allahut Azza wa Jall deri të arrijmë në cakun ton përfundimtar. Tema që e kemi trajtuar gjatë takimeve tona të kaluara ka qenë një temë padyshim shumë e rëndësishme dhe e nevojshme për neve. Dhe kemi përmendur se edhe pse ka përfunduar teorikisht trajtimi i kësaj teme, mendoj që shqetësimi i çdo besimtari duhet të jetë i lidhur me atë që kemi folur deri më tani. Do të thotë kemi përfunduar pikat, është e vërtetë, mirë po nuk duhet përfunduar angazhimi, shqetësimi jon me ato që është thënë deri më tani. Kemi folur se si një besimtar, si një musliman ka mundësi të arrijë dashurinë e Allahut te bareka ve taala. Qysh të arrijmë ne në atë shkallë që Allahu na don neve. Dhe kemi përmendur se nëse Allahu xhalla wa ala na don neve, atëherë kjo dashuri do të shkakton që ne ta dojmë pastaj Allahun realisht. Çdo kush që e don Allahun azza wa jall me fjalët e veta, e që Allahu xhalla wa ala nuk e don këtë njeri, atëherë ajo dashuri që ai e thot është pretendim i thjeshtë. Nga se, sikur se kanë thonë dietarët, ekziston një rregull në raportet e njeriut me Allahun azza wa jall. Andaj kanë thonë, në qoftë se e don Allahun sikur se duhet, me kuptimin e fjalës dashuri, atëherë kjo dashuri ka arritur deri te ti vetëm pasi që Allahu të ka dashur ty. Dhe kanë përmendur gjithashtu dietarët tek çështja e kaderit. Kanë thonë, në qoftë se ti nuk je i kënaqur me Zotin, atëherë kjo fillimisht është argument se ajo nuk është i kënaqur me ty. Dhe rrëmisht për kësaj pastaj ti i bëj pa kënaqur me të. Nuk kështu të funksionon kjo. Prandaj dashuria jonë ndaj Allahut xhallahu ala, besimi jonë ndaj Allahut azza wa jall, kënaqësia jonë me të, kështu më radh të gjitha janë këto dhurata dhe furnizime që Allahu xhallahu ala i jep nga robërit e tij atij që don. Për këtë arsye ne duhet të njekim ato shkaqe, të njekim ato pika, të njekim ato që dietarët i kanë përmend, e të cilat na ndihmojnë që ne ta fitojmë realisht dashurinë e Allahut azza wa jall. Dhe po e fituam këtë dashuri, atëherë Allahu xhallahu ala do të na dojë neve. Dhe kur Allahu na don neve, do të kemi mundësinë ne ta dojmë Allahun çish duhet. Kjo është rregull që kemi folur për të gjatë ligjëratave të kaluara, përmes 10 pikave që i ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, çish kemi mundësi ta arrijmë dashurinë e Allahut azza wa jall. Sonte shpresoj që të fillojmë me lejen e Allahut azza wa jall me një temë të re, e cila nuk është shumë e re. Nga një aspekt është tema më e vjetër, e mundshme që ka mundësi njerëzimi me e trajtua temë. Në anën tjetër nuk është e re, nga se nuk është e shkëputur komplet nga ajo që kemi folur deri më tani. Ju kujtohet tek shkaku i 10, kemi përmendur për shkaqeve që e sjell dashurinë e Allahut xhallahu ala është të larguarit nga çdo sebeb që qëndron mes teje dhe mes Allahut. Don ka sebepe, ka pengesa, ka penda që vendosen me zemrës dhe mes Allahut azza wa jall, e që pastaj e pengojnë këtë zemër të arrijë tek Allahu sikur se duhet. Dhe padyshim se kjo temë është shumë e rëndësishme për neve ta kuptojmë çka na pengon neve për të arritur tek Allahu azza wa jall. Çka na pengon? Pse na për shembull nuk mundemi ta përjetojmë namazin, ta përjetojmë dhikrin, ta përjetojmë adhurimin e Allahut azza wa jall sikurse e kanë përjetuar të parë. Për çfarë arsye? A thua vallë kanë pas ata zemra tjera e na kemi tjera në kuptimin e organit si organ. A thua vallë ata kanë pas një Kur'an tjetër që po të ndëgjonim ne atë na kishim me kajt. Apo a thua vallë kanë pas një formë namazit ata që po ta kishim në atë formë do të faleshim më mirë. A është kjo problemi apo ka diçka tjetër? Padyshim se ne e kemi këtë Kur'an, edhe ata kanë pas po të njëjtin Kur'an.
Ne kemi këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata kanë pas patetin hadith. Ne kemi këtë namaz, këtë agjerim, këtë dhikr, gjitha që ai na i bujmë sot, edhe ata i kanë bërë më herët. E kanë për qëllim sahabët, tabiinët, selefin e hershëm e kështu me radhë. Andaj ka diçka që neve po na pengon, po na ndal, po na stopon, nuk po na mundson që të avancojmë, që të ngritemi, që të shkojmë përpara ç'është duhet. Dhe rrëdhimisht nga mosnjohja e këtij shkaku, pastaj po pengohemi dhe po privohemi dhe nga shkaqe të tjera që na ndihmojnë marrë tek Allahu Azza wa Jall. Ne mund të flasim për shkaqe të shumta, pse na nuk jemi si ata, pse s'kemi pritur si ata e kështu me radhë. Mirë, po në qoftë se nuk merremi me shkakun kryesor, në qoftë se ne nuk merremi me burimin e çdo problemi, e gjitha këtyre problemeve, dhe nuk e njohim mirë, dhe nuk e trajtojmë mirë, atëherë padyshim se çdo trajtim tjetër i temave tjera do të jetë i rëndësishëm, po jo vendimtar në përmirësimin tonë. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu ka folur shumë për këtë burim të këtij sherri në Kur'an. Dhe unë kam vendosur që si ndërlidhe me shkakun e 10 kalojmë temë sa i nëse një seri të re, por që thash nuk është e re, nga se fillimisht është e vjetër në aspektin e historisë njerëzore, por është edhe e vjetër në aspektin e trajtimit të temave tona, nga se nuk shkon lart për aty na. Andaj do të flas për konfliktin mes shejtanit edhe insanit apo. Konfliktin mes iblisit edhe mes njerëzimit. Do të flas për armiqsinë e shejtanit drejt njerëzit. Pse shejtani e urren njerin? Për çfarë arsye na urren neve? Çfarë pozicione duhet marrim na përballë tij? Dhe të cilat janë metodat që shejtani i ndjek dhe i përdor për devimin e bijve të Ademit. Dhe e fundit, cilat janë ato mjete, cilë është ai armatim që na duhet të pajisim me te në luftën tonë të pafund me këtë armik të përbetuar. Gjitha këto pika do të mundohemi t'i trajtojmë përmes takimeve tona, diçka sonte e disa në takimet tona të radhës, që me të vërtet të kemi mundësi që vazhdimisht të jemi të vetëdijshëm, që të kemi vazhdimisht parasysh armikun dhe luftën që e shpall para neve. Nga se shumica e njerëzve fatkeqësisht do të duke mos e njohur këtë, ose bin në kurthat e tij, ose disa e te i kalojnë këtë fazë të ramjes në kurtha dhe shndrohen në ushtarët e tij. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimullah ka thënë, çdo njeri që shkon ka mëkati i Allahut, qoftë i hipur ndiq apo në këmbë, fa huwa min jundi iblis. Ai është nga ushtarët e iblisit apo. Do të kjo është rrezikshme. Ti ki mundësi nga njëre dashtë ose me vedije ose pa vedije të shndrohesh në një aleat, në një ushtar të tij që përmes teje ai rrezon edhe të tjerë me radhë ato. Prandaj është të domosdoshme që ne ta njohim këtë ato. Kjo një pikë. Dhe unë do të përmenit në hyrje të kësaj teme disa prej pikave që dëshmojnë se sa është e rëndësishme të miremi ne me këtë, dhe pastaj të dalim tek pika tjera deri në fund të kësaj ligjërate me lejen e Allahut azza xal. Fillimisht ajo që bën interesant këtë temë vëllazër është trajtimi i shpesht i Kur'anit i kësaj teme. Nuk ka sure pothuajse në Kur'an, mos thon faqe në Kur'an ku Allahu xhallahu ala nuk flet për këtë armik, ose flet për historikun e armiqësisë, duke folur çdo vend ku Allahu flet për krijimin e njeriut, gati në çdo vend e shoqëron armiqsinë e kësaj krijese, e këtij shejtani ndaj njeriut atë. Në kjo është e rëndësishme. Pra kjo temë lidhet prej fillimit të njerëzimit. Ose Kurani kështu të flet për këtë krijesë, për këtë armik, ose flet duke folur për historikun e tij, ose flet për sherrin e tij, ose flet për dëmet e tij, ose flet për metodat e tij, ose flet si udhëhecin kryesor të njerëzimit drejt hidhrimit të Allahut azza xal dhe rrjedhimisht nga kjo drejt xhenemit të Allahut te bareke ve taala. Andaj Kurani e trajton nga shumë aspekte këtë armiqsi dhe këtë armik. Dhe neve si musliman na mjafton që në një ajet për trajtoj këtë temë do të mjaftonte për neve rëndësi për këtë punë. Apo nga se Allahu te bareke ve taala
e ka zbritur Kur'anin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky Kur'an do të mbetet valid për njerëzit deri në ditën e gjykimit. S'ka pejgamber më, as ka libër më. Prandaj një libër që do të shërben për çdo kohë, për çdo vend, për çdo situatë, për çdo rrethon, për çdo popull, duhet bëgi i trash me kon. Që me gjetë në të njerëzit këtë që ka nevojë ato. Prandaj tëra ato që Allah e ka përmbledhur në të, jo keni pa sa është Kurani. Ka versione të botimit ti që e fut në xhep. Mbrana aty në faqeve Allahu xhallahu ala ka përmend atë që është e domosdoshme dhe e nevojshme për njerëzimin deri në ditën e gjykimit, pavarësisht kohërave, zhvillimeve, shkencave, pavarësisht rrethonave, situatave, ngjyrave, gjuhërave, pavarësisht gjitha këtyre, ky Kur'an do të shërben për gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit atë. Kur e ke parasysh këtë dhe e ke parasysh se Allahu xhallahu ala në këtë Kur'an me 100 herë ka folë për këtë armik, jep me kuptu se sa rëndësi ka kushtu Allahu i gjithësisë kësaj teme atë. Kjo e para. E dyta që duhet me shty të flasim për këtë temë është ajo çfarë e gjejmë në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gati pothuajse në çdo veprim dhe lëvizje të njerëzve e ka komentuar në hijen e kësaj armiqësie. Madje edhe në disa raste ku njerëzit nuk i shkon më në për këtë punë. Një herë, sikur se transmeton Muslimi në Sahihun e tij, thot Enes ibn Malik, kam qenë duke ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe morra në thu, gati urxova. Dhe thash, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Don kjo është marrje në thu, s'ka lidhje ndoshta me atë armiqësi që kanë njerëz mendojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nga se shejtani rritet në këtë rast me këtë fjalë, nga se e merr mbi sipër unë ke shkaktar me rrezu. Thuaj bismillah, kur thush bismillah ai bëhet më i vogël se një mushkaj atë. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që do të mësojmë për këto gjithashtu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndodh që shejtani të hudh diç mbi shtratin e burrit, diçka prej zallit, prej troshave, që burri t'ia vendos fajin gruas ti për papazeti dhe të ndahen ato. Deri në këtë shkak. Pastaj kur ka ardhur tek abdesi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon shejtani tek vendi i ndyshirave të tij dhe lëshon zë nga ai që ta bën besimtarin vezvese a e komprish abdesin apo jo. Do të thotë diçka e pandashme nga jeta jote, përzihet në te ti ku nuk ta merr aty heq ato. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka trajtuar çdo rast. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri e që nuk e ka një shejtan me veti. I ka thonë wala anta ya Rasulullah, e as ti ya Rasulullah, ka thonë as une, përveç se mund kanë ndihmu Allahu azza wa jall dhe është nënshtru kë. Këtë nënshtrim ulemat e kanë komentuar dy kuptime. Është nënshtru, është bë musliman, ose është nënshtru në kuptimin është dorzu, do nuk tenton me deviju më mua se i ka la dur për me japtën. Ama rrin hala me mua japtën. Prandaj do të thotë në çdo rast hadithet e shumta të pejgamberit sa për këtë temë na japin të kuptojmë neve se sa është e rëndësishme që na të flasim për këtë punë atë. E treta që neve na shtyn më marr me këtë punë është rreziku i madh që vjen për këtij armiku. Shikoni vëllazë konfliktet sot që zhvillohen në botë. Gjakderdhjet, okupimet, vrasjet, vjedhjet, keqtrajtimet, gënjeshtat, abuzimet, shpifjet, këtë që ka ndodhur në botë. Të gjitha këto shere që sot ndodhin në botë, për të gjitha këto, burimi i vetëm për to është shejtani, i cili ka arrit me kursat e vetë dhe me metodet e tij që do mësojmë për to të mobilizon fatkeqësisht njerëz nga krijesat e Allahut azza wa jall që të jenë në shërbimin e tij atë. Nga se na jena musliman, edhe ata të tjerët që na urrejnë neve dhe na luftojnë neve, edhe ata duken komplet si na. Çka ka fut armiqësi mes bijve të Ademit, një babë kemi dhe një nonë kemi, një prejardhje kemi, një Zot na ka kriju. Pse njerëz me urrejt mes veti? Shkaktari kësaj urrejtje është pa kujdesi i njerëzimit për kursat e këtij armiku apo. A ne sa është rrezikshme. Në momentin kur na do të mësojmë për kursat e tij, për armiqsitë e tij dhe çka lyp ai për njerëzve, atëherë ne do të kuptojmë rrezikun e kësaj dhe sa do të jemi në situata
që kena mundësi të bëhemi ose fatkeqësisht marionetë e tij që ai lun me neve, ose të bëhemi viktime sulmit të tij, ne e kuptojmë se prej ka po vjen, dhe kur të kuptojmë prej ka po vjen, atëherë dim ku më sulmu. Pa e rreziku i madh që vjen për këtë armiku, na detyron neve që të flasim dhe të mirëm me të. Tjetër që na detyron me të është se njeriu nuk ka mundësi me luftu këtë armik. Nuk ka mundësi me mposht këtë armik. Nuk ka mundësi njeriu asesi të mbieton për balë sulmeve të këtij armiku, përveç se në qoftë se është i udhëzuar me mësimet e Kur'anit e Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka po do të them me këtë? I vetmi vend dhe e vetmja foltore që është kompetente me fol për këtë armiqsi është kjo ku jena na sot. As kush nuk e njeh armiqsinë e tina. As kush nuk ka mundësi me njoh që duhet, madje as për së afërmi. Ma mirë dhe ma drejt dhe ma sigurt se që një Zoti i gjithësisë, ai që e ka fal. E Allahu te baraka ve taala ka folën në Kur'an për ta. Prandaj na si musliman kur do me analizu gjëra, kur do me analizu një problem, do me analizu diçka të caktuar, do me zgjedh një problem të caktuar, do me arrit deri në zgjidhje të caktuar, atëherë gjithmonë duhet të përzihet njohja jonë e këtij armiku, të përzihet në zgjidhjen e këtyre problemeve. Sa ka pas i saj, sa ka pas me ndiku, çka ka ardhur prej tij e kështu me radhë, që pastaj të kena mundësinë me u shërua. Mos njohja e kësaj, e këtij rreziku dhe mos njohja këtyre kursave na bën kandidat potencial vazhdimisht që të jemi antar i bandës së tij, që të jemi antar i ushtrisë së tij, fatkeqësisht Allahu na ruaj. Për këtu na shtini me fol për këtë punë. Dhe e fundi që na detyron neve dhe na motivon neve që të flasim për këtë punë është se kur të njëti këtë armiqsi, pastaj ke mundësi një adhurim të madh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë kulmi i islamit është ai, ta ushtrash në përditshmërinë të ndapta. Ajo është xhihadi në rrugën e Allahut azza. Nga se xhihadi më i rrept dhe më i fortë është xhihadi kundër këtij armiku. Po mposht kjo që duhet me lehtësi do të mposhtën ushtarët e tij ato. Mi po nëse nuk kemi mjeshtri dhe nuk di me mposht kët, atëherë vetëm për kësaj nuk do të kemi mundësi të imposhtim ata që vinë pas tij, nga se betejat do të kenë mundësi të fitojnë ndoshta, por lufta asesi. Për këtë arsye është luftë, xhihad është me luftu epshin, me luftu dyshimin, dilemën që e bën shejtani. Çdo armiqsi që ai ta sjell, ti ke mundësi të shndrohet në një luftar të Allahut azza wa jall, apo gjë që nuk të mundësohet shpesh me ata që janë të ngjyrës ose të lkurës ose të pamjes tona. Ditë për ditë ke mundësi me kon xhihad. Ditë për ditë. Në qoftë se din me luftu me këtë armik sikur se duhet. Allahu xhallahu ala kur flet për shejtanin në Kur'an dhe e cilëson këtë krijesë duke na prezantuar neve se kush është ai, neve na bien pa domthon shumë cilësi të tjera. I para që është e rëndësishme është se Allahu xhallahu xhelalu në Kur'an në çdo vend ku ka folë për iblisin, ku ka folë për shejtanin, e ka cilësuar me dy cilësi kryesore ato. Si kur se thëtë Allahu xhallahu ala, me të vërtetë shejtani është armik i hapur i juaj. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se Allahu xhallahu ala e ka cilësuar si armik e para, dhe e dyta Allahu na ka thonë se armiqësia e tij është e haptë, nuk është e msheft. Shejtani nuk punon, do të thotë natyra e punës së shejtanit nuk është natyra e shërbimeve sekrete, msheft. Jo, ajo është i haptë. E pse sot njerëzit pengojnë? Këtë do ta mësojmë më vonë prapë. Ajo është i haptë. Shejtani nuk vjen kurrën e kurrës, do të thotë që njeriu të shfaqet si mik i tij atë. Armiqësia e tij është e haptë, por pse njerëzit mashtrojnë? Kjo është për çka po do na më fol atë. Andaj Allahu xhallahu ala thonë në Kur'an, inna ash-shaytana lakum aduwwun
fattakhidhuhu aduwa. Këtë ajet Allahu Azza wa Jall, vëllezër të nderuar, i përmend dy aspekte. Njëri aspekt për neve shpesh është shumë i qartë, por fatkeqësisht i dyti është i paqartë. Allahu xhallahu thot: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun." Me të vërtetë shejtani është armiku juaj. Na këtë dim. Teorikisht po kanë si musliman. E ku është problemi? Është problemi në plotësimin e ajetit. Fattakhidhuhu aduwa. Atëherë trajtojeni, silluni me të sikur se silleni me armikun, aftën. Çfarë është problemi jon? Ne dim se është armik teorikisht, por kur bie puna mos sjell me të, me bë raporte me të, kur bie puna se çysh kena me komunikuar me të, fatkeqësisht shumica e muslimanëve nuk komunikojnë me shejtanin komunikim armik. Edhe pse e dinë se është armiku, aftën. Andaj ky ajet na thotë qartë, ajo është armiku dhe trajtojeni pra si armik. Qysh e trajton ti armikun? A i beson ti në armikun tënë? Kur? Ose, a ki mundësi ti me elon mikun tënë dhe me marë armikun ose kjo ka ma mirë të pëmshillon ki ma mirë? A ka mundësi ke me ndodhë? Ja, vetëm me një rast, kur ti qitë armik që e ki nuk e trajton mu si armik, por e trajton si mik. Andë Allah gjellora për në thotë, shejtan është armiku juaj, andë trajtojeni edhe ju si armik. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kjo është komenti Ibn Qayyimit për këtë ajet. Qysh i bjen me konsideru shejtan në armik? Unë e përbi rregullin, ta çdo kush për neve në temat, a e ka konsideru që shtu shejtan apo ndryshe? Që në fjalët e ulemave. Don Allahu po thot, me të vërtet shejtani është armiku i juaj. Andaj konsiderojeni, trajtojeni, merreni si armik, çështë Allahu po thot. Ibn Qayyim kur po vjen me komentu këtë ajet, po më thotë kështu atë. Urni për ta trajtuar shejtanin si armik është një vërejtje për neve njerëzve. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, është vërejtje për neve njerëzve që të shpenzojmë tërë mundësitë që i kemi. Apo jo një mundësi dy, të shpenzojmë të gjitha mundësitë që i kemi në luftimin e tij. Dhe ta trajtojmë si një armik i cili nuk pushon kur së luftuari, ashtu sikur që nuk pushojmë në kur së marrë i frima. Ti ki të bëjsh me një armik i cili nuk të lufton verës e të lënë rahat dimnit. Ti ki të bëjsh me një armik i cili nuk të lufton ditën e të lënë rahat natën. Ti ki të bëjsh me një armik i cili nuk është sikur se armiku i cili domethënë të lufton një sezon e të lënë me pushon zonë ja apo. Ki të bëjsh me një armik i cili do të lufton qatë shpesh sikur se që merë t'i frima. Pra ne e kam pyet Hasan al-Basriun, rahimahullah, a flan shejtani? Ka thonë Hasan al-Basriu, nuk flan nga se po flajti do të pushonim në ndonjëherë atë. Ti ki mundësi me flajt, apo? Kur dush pjesën e atësatën? Do të gjesh armicin e tina të kuka jotë atëm. Madje edhe kur jenë gjumës të rahat atëm. Ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, rru'a thalatha, ondrët janë 3 lloje. Një prej tyre është prej shejtanit atëm. Andaj din me pas ondra trishtuese, friksuese, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të pështojmë 3 herë në namaz, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Allah mbrojmë nga keq kësaj ondre, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush thot kështu është i mbrojtur. Thot Abu Salama radiallahu ta'ala anhu thot më ndodhte të shoh ondra nga të cilat sëmurësha një javë. Më ndodhte të shoh ëndra nga të cilat sëmurësha një javë, s'musha më këfill. Thot kur ndëgjova këtë hadith, fillova ta praktikoj dhe betohem në Allahun e Madh, më ndodhte të shoh ëndra më të këqija se përpara, nuk ndodhte më asgjë. Mësuesi, po të mëson mësuesi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk pushon ai kurr, as në ëndër, as në zgjondër, as kurr. Prandaj a duhet një armik që na lufton sa marrën frym na, me luftu na, sikur se një armik që na lufton veç dimit e jo verës? A kjo e barabart? Nuk është e barabart. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, se ti nuk e ke konsideru shejtanin armik në mas të kërkuar, përderisa nuk e lufton atë sikur se që ai të lufton ty. Tash ti ma të vetën tonë atë. Hatim el-Asam ka qenë njëri i urtë i meqëm, kalon fjalë të meqme atë. Kur flet për këtë punë, sa kështu Hatim el-Asam.
Thot, nga përvoja ime e kam vrejt se s'ka njeri që s'ka armik. Nga përvoja ti ka po, thot, e kam vrejt se nuk ka njeri që nuk ka armik. Thot, une e kum dash me zbulu kush është armiku jam. Kone kam armik që më vrujt për ti. Thot, dhe e kum vrejt se aj që më përgojan nuk është armiku jam. Që nuk ka thonë kënjera. Aj që më përgojan nuk është armiku jam. Ka thonë, gjithashtu nuk është armiku jam ai që e merr hakun tem. Muzurpon diçka, merr diçka, as ky është armiku jam. E ka thonë mos kufshin që ta armiku yt. Kush është armiku yt? Do ai që të shon s'ka armiku yt. Ai që të përgojon s'është armiku yt. Ai që ta merr pasurinë s'është armiku yt. E kanë që armikte. Ka thonë që sa fjalë mëshme. Njëri mëshme apo. Ka thonë armiku im është ai i cili duke qenë unë në adhurim të Allahut këshyr më çudi dikun tjetër atë. Që kjo është armiku. Te ke mundë të ka marrë dikush në, të ka folë dikush për ty diçka, ka thonë diçka, te ke mundë çka ka bëu. Ai ka ngarku vetën me gjunohe, ty ti ka ndonë sevape. Kjo është armik. Mirë, po çfarë është armik? Ti duke qenë Allahu Akbar, ma tek Allahu xhalla wala, lidh me Allahun xhalla wala, vjen të bën këtu menatje, çemet atje, shka atje, e peç ata ky, ç'ky është armiku. Që i nuk lën rahat në dhrim të Allahut azza xhalla. Andaj ka thon Hatim al-Asam, e vrejta se që kjo është armiku jam. Ai i cili duke qenë unë në adhurim të Allahut azza xhall, vjen edhe më pengon. Këto unë e trajtova armik. Kët unë e trajtova armik dhe ushtarët e tij, të gjithë ata, qoftë edhe njerëz që më pengojnë në adhurimin e Allahut, unë i shpalla ata armiq. Dhe pastaj u mundova t'i luftoj dhe t'i rezistoj me tëra që kam mundësi. Që kjo fjallë e Hatim al-Asam, fjallë e rëndësishme me kuptu se kanë e keni armika. Së qoftë, ajetet kuranore vëllezër edhe hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për armiqsinë e hapur të këtij armiku të përbetuar janë të shumta. Saqë thash Kur'anin në 10 në mos qindra vëna flet për armiqsinë e shejtanit ndaj njeriu atë. Para se dalim dhe këtë do ta bëjmë me sigurin takimet e ardhshme, nuk do të kemi mundësi për sonte. Mirë, por para se dalim tek ligjërata, tek temat se çysh ai i mashtron njerëzit dhe çka përdoroj për ta mashtruar neve. Para se dalim të këto vllazni, dikush ka mundësi me vetë, ton kjo armiqësi më rëllata, ton kjo i natë, qëka i këna bona atina dhe? Pse na urren neve që ka të shumë edhe? Pse që ka të shumë na urren neve që kjo i bles? Për çfarë arsye? Ulemat i kanë përmen 4 sebepe kryesore pse na urren shejtani. Dhe kur të meditojmë na më tepër vëllezër të nderuar, për këto 4 sebepe do të vrejmë se çdo sherr që është në tokë për qëtëve 4 burimeve vjen aftë. Don këto në esencë shërben si sebepe, si shkaqe pse na urren neve shejtani. Mirë, po kur të kalojmë këtë ders do të kuptojmë se po të njëjta që të 4-tat janë shkak edhe pse urrejnë njerëzit sot mes vetë aftë. Andaj sikur të them në fillim, apo çdo armiqësi që është me njerëzve buron nga armiqësia e shejtanit ndaj neve aftë. Fatkeqësisht. Për këtë arsye po them që na duhet të njohim shkaqet e kësaj armiqësie dhe pastaj rrjedhimisht për kësaj edhe të ruhemi që ne mos ta përdorim ndonjë shkak për këtyre shkaqeve që ta urrejmë përmes tyre dikon. Nga sa atëra jena bëu të ngjashëm me iblisin atë. Na duhet me urrej dikon. Mi pa ato që na ka mësuar Allahu azza. Jo ato që ka mësuar iblisi me urrejtë. Shkaku i parë që ulemat e kanë përmen, pse na urren neve iblisi? Ulemat kanë thonë, mendjemadhësia e tij dhe refuzimi i sejdës. Mendjemadhësia e tij dhe refuzimi i sejdës. Ai ka refuzuar me ra Ademit alayhisalam në sejdë. Allahu xhalla wa ala na tregon në Kur'an se e ka krijuar Ademin alayhisalam. Dhe kur e ka krijuar Ademin alayhisalam, ka frymzuar në të nga shpirti i tij për t'i jap gjallëri. Dhe posa e ka ngjall Ademin alayhi salatu wassalam, apo ka urdhëruar Allahu xhalla wala me laiket me ran sejdë. Sikur se thot Allahu xhalla wala në Kur'an, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Thot Allahu xhalla, dhe kur na i tham me laikeve për uljuni, bëni në sejdë Ademit, për ulje nderimi për Ademin ndërsa adhurim për Allahun azza xhalla. U përëllën të gjithat, u nështruan të gjithat, ranë në sejtë të gjitha me lajket,
illa iblis, përveç iblisit. Eba, refuzoi. Pse refuzoi? Stakbar, nga kibri, nga mendimasia. Wa kana min al-kafirin, dhe ishte nga pabesimtarët ata. Veç kjo ajet kanë veti shumë dobi dhe komene që ulemat kanë folur për ta. Fillimisht kur thot Allahu xhallahu ala vazhdo për sejdën e melekëve. Thot Allahu xhallahu ala fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Dhe ranë në sejdë kanë në arabisht dy shprehje që në gjuhën shqipe përdoren zakonisht për një intern në shqip që thëmë. Kulluhum, të gjitha melekët ajma'un, xhamati me xhamat. Së bashku ato. Që jap të kuptojnë se jo që melekët e kanë zbatu urdhën e tij, duke rënë sejdë, por të gjitha së bashku, duke mos u vonu asnjë nga melekët ka rënë në sejdë. Në skandal që Allah ka jap urdhën, apo dhe melekët dikush ka rënë sejdë në sabah, dikush ka rënë se të kryeni punë tani vi ma voni bin sejdë, jo kështu. Po Allah ne jap me kuptu nga historia e kaluarës se melekët sajada al-malaikatu kulluhum, të gjitha numerikisht, e gjmeut njëtën ku hapëtën. Në karat të gjithë numerikisht, kejtë që kam pas, edhe e gjmeut njëtën ku karat, duke mos u vonu asë një sekund, asë nga me lajket. Nuk e kam testu urë në latë, po këj njeri, po ti ke kryu, po në matë njëri, ja, kanë rënë në sejtë. Andaj nga kena nëzirëm, se kush i për ullet urnit Allahut me njëherë, nuk e konteston, nuk e filozofon, apo nuk e pështyn, ma vonë, hajse ma vonë, ky njeri është i cilësuar me cilësitë e melekëve. Farz, haram, u kry. Çdo prolongim, çdo shtymje e zbatimit të urdhnit apo çdo shtymje e largimit nga harami ta afron nga cilësia e iblisit. Do na nuk mundon nga historia. Kur kanë volë ulemat për çfarë arsye pas shejtani me bë kibër, për çka e ka mendimasia. Ulemat e tefsirit vëllazëni kanë përmend arsyetime të caktuara duke tërhequr këto arsyetime të tyre deri në transmetimin nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sikurse e ka përmend Kurtubiu, Taberiu të tjerë komentatorë të Kuranit, don fjalë nga Ibn Abbasi pse ka pas kibër iblisi atë. Një transmetim interesant që e kanë përmend nga ulemat e tefsirit e thonë se kështu ka thënë Ibn Abbasi. Se iblisi ka qenë në shoqërinë e melekëve, s'ka qenë në tokë. Ka qenë në zhrinë me lajkeve, ndërsa në tokë kanë qenë gjenet, që të kanë bërë shkatrime, fesad në tokë e kështu më radhë. Atër Allahu te bareke ve teala ka urnu që një grup i me lajkeve në udhëheqjen e qëti krijese, që e mahone ka marrë emrin iblis, për para se ka pas emrin iblis. Ka pas emrin ndryshë. Mahone ka marrë emrin iblis, i mallkum, i refuzum. E ka dërgu Allahu xhallahu atë ushtrinë në krye me këtë armik të nevin tash, e ka dërgu në tokë që t'i lufton rebelat gjin, për shkak të fesadit që kanë bën tokë. Dhe, sikur se thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, e përmend këtë edhe Kurtubiu në tefsirin e tij dhe të tjerët, do të thotë se i kanë poshtë gjinët dhe i kanë largu të jetojnë në skajt e tokës, do jo ku ka vendbanim, po të jetojnë në fushat e lanta, në bregjet të detnave ku nuk ka njerëz. Dhe atër s'ka pas njerëz, por ata edhe sot i kanë met jetojnë që të vena ato. Si në qoftë, kër e kanë poshtë këtë ushtrit e madhe, e ka kapë vetë përqimi ato. Unë e që ka bona këto kur se kishë bua ato. Dhe ka fillu me lavdu vetë në ti, lavdim të madhë, lavdrim i cili pastaj e ka ngrit në shkallën e kibrit atë. Dhe mas kësaj fitore të madhe, dhe sejnë poshti që ka bojë gjinve, kër ka arë urdhni, birin sejsh dhe këti, ka unë tonat ushtri e mujta, të të puni bonat është, unë e mirë si sejsh, unë e më general, unë e zbinë sejsh dhe. Fatkesisht, apëtan, sa njerë i përngjën këti morali, apëtan. Ja pa Allah sukses e njetë, apo, arrin shkollat nalta të studimeve, bëhet general, profesor, doktor, këto beteja të jetës, apo të shkencës, i arrin dhe nga nënë mito mendimin e kujna, të Allahu të azogjen, dhe mas këtune fitoreve të Allahu, bërë sejgjde, thot, une, me këto arritje më rënë sejgjde, kur se bëja, pëtën, që kjo është iblisi? Për që të punë s'ka rënë sejgjde, pëtën. Ande kibri i ka ardhë prej të arriturave, prej punëve të mira që i ka bo, në udhër billah.
A përshimë në razi, kur një nuk ka kujdes, ka mundësi me i arë kufri nga dera e ibadeteve, apëtëm. Mosbesimi vjen nga dera e ibadeteve, nga se ka vetë pëlqimi, une që akum bo, une kështot, une, disa që thënë Allah qafën, edhe mos i kryim pun kur gjapëtëm. Andaj shkaku kryesor që ulemat e kam përmen, pse shejtani nuk i ka rënë sejdë, pse shejtani në urren që ka të shumë, është kibri i tij, kibri i tij, dhe mos rame në sejdë. Fillimisht e kanë nxit pasaj këtë armiqësi dhe matje prapë. E dyta që e plotson këtë parën, pe shkaqeve të armiqësisë është nderimet e Allahut bijve të Ademit. Don e para don smundjet që e kanë smu iblisin dhe e kanë bërë që të na urrën neve. E para tham kibri, me dimasia, apo sa armiqësi sot tuk bën, apo sa nënçmime, përbuzje, shkelje, e kështu me radhë bën për shkak të kibrit, apo sa njerëz autoritativ të pasme kështu me radhë shkelin mbi kokat e fukarave, ja marrin hakun, ja marrin pasurinë. Pse kibri, unë e bëj çka dua atë. Don pika kanë marrë këtë për iblisit atë. E dyta është zilia, hasedi. Prej kaj ka arë kjo zili iblisit, prej kaj ka arë kibri e pam, prej kaj ka arë zilia, i ka arë prej nderimi që Allah e ka bu Ademit atë. Allah e ka nderu Ademin me diçka. Me çka e ka nderu Allah u gjellër Ademin? E që iblisi pasaj e ka pas zili për që nderim. Allah u gjellër e ka nderu Ademin a.s. se e ka mësu emrat e të gjitha gjërat. Wa allama Adama al-asma'a kullaha. Dhe Allahu ja mësoi Ademit të gjitha emrat. E mësoi çka është kjo, çka është ajo, çka dituri, i ka dituri. Andaj si pasojë kësaj diturie, i takon të udhëheqësia Ademit. Apo? Dhe shejtani e kapi zilia. Unë më mësoj për çitia, unë para ti më kon. Unë kur shetit saksat e kur shkëjati ku sukon kur heq. A ka që apo i kujtojnë çdo fjalë që ka do njerëz që të flasin? Po vallahi kështu. Unë kur më kon, unë kur s'm kon, kur më shku, kë iblisi çto ka thonë. Kë më mësu mu? Allahu diturin që i nevojitet gjitha krijesave ja dha Ademit alayhis. Andaj njerëzit yawmul qiyamah në hadithin e Buhariut, hadithin e gjatë të shefatit, kur kanë më shku me kërku që pejgambert shkojnë tek Allahu xhallahu me ndërmjetësu që Allahu dhe më gjiku ka më thonë ja Adem, o Adem, ti e baba i njerëzimit, ti ka mësu Allahu të gjitha gjërat ato. S'ka me arru këtë mirë, edhe një mulkja me ka me kujtu Ademit a.s. Allah ja mësoj Ademit a.s. se jo veç që që i thojnë mollës e dardhës, jo këtë emna, se ka pas zili iblisi përse emna, ja afta. Po Allah ja mësoj Ademit a.s. qka liria, qka pasunia, qka jeta, qka lumëturia, qka suksesi, qka dështimi. Ja mësoj shumë mirë që me pas mundësin këtë dynja me jetu i lumëtër. Atër iblisi e kuptaj, apo, se ky ka me konë mësusi, e ti ki me njek, sa prane këtë muna, pëtën. Edhe shpallë e armitsi. Veç e shpalli, jo, pëtën. Ta shka boni, u mundua që përballë fjallorit, që Allahu ja dha Ademit a.s. për definimin e gjërave, të krijon edhe ai një fjallor të njerëzve, apo që fatkeqësisht sot njerëz shumicë në rasteve e konsultojnë fjallorin e iblisit, jo ato të Allahut azza xhelal. Sa musliman sot e kuptojnë lirin, e kuptojnë dashurin, e kuptojnë adhurimin, e kuptojnë miqësinë, armiqësinë, urrëtitjen, dashurin, gjitha këto i kuptojnë për cilët fjallor. Pika fatkeqësisht për çetit iblisit. Iblisi është mundu që çdo sa që Allahu xhallahu ala i ka dhënë njerëzit që ai të konkuron me Zotin. Fatkeqësisht, guximi i tij, kufri, ka dëshiruar që të konkuron njëtin treg atë. A ne ti u ke mësu këtë emna, edhe unë kam mësu të emna atë. Andaj Allahu xhallahu ala, Allahu te baraka ta në surën Kaf. Ju ka thon Bani Israil fillim me surën Bekara. Allahu ju ka zbrit Bani Israilve, jehudive, ju ka zbrit ushqim të gatshëm prej qiellit atë. Ju ka zbrit pulat, pjekura, ju ka zbrit gjithçka të gatshëm prej qiellit. Kan thon, na këta ushqim s'u ne hajm. A ka mundsi do kep me nai qit pe tokë, kep ka më hungra atë. Ose diçka tjetër. Allahu ju ka thon,
"Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim dhillatu wal maskana." Ka thonë dëna me hongër kep, dëna me hongër hudra. Allah ju ka qurë pullat pjekta penalt. Ja hudra dëna me hongër. Qështë të bën njësët vëllaj? Ja u ka qurë Allahu Kur'anin. Aj me konë gjikusi i tyne, aj me konë burimi i tyne, aj me konë lumëturia i tyne, ja na zdojmë fjallë të Allahot. Na dojmë diçka që kep, hudra, pe i toke që i telë pëtën. Allah ju ka thonë, "Atastabdiluna alladhi huwa adna." Qështë po keni mundësi me kërku me ndryshu diçka? Apo që është shumë ma ullët me diçka që është shumë ma nalt? A përdani qita? A për lëpni? Ihbitu misran. Shpëndanën të, ku të dani shkani tash ato? Lëpni dhe, s'keni darë lumëturin edhe knatësin të une, shkani lëpni ku dani tash ato? Dhe sot njës bredhën për to, knaton, kiton, përëndim, lindje, njug, në veri, lipin knatësi, lipin lumëturi, nuk janë të e gjitha ato. Ihbitu misran. Ka të dani shkani ato? Të njëtit kanë me lypë të Allahu jo më l'kijame, në këthen tokë, ju thëtë Allahu, ikhsa u fiha, shparën i atje në gjehnem, që që ka dhënë shparën i në tokë, apëtën, edhe në gjehnem shparën i, s'ka këthej më apëtën. Ta ku mjabë Kur'anin, ke dash me men me bo, ke dash me fjallur t'i vlis me bo, ihbitu misran. Shpëndanu ku të dënë për to, klipni pra, kepe, hudra, shka gjoni ku dëni pra, apëtën. Qështu ka Allah gjellona? Wa duribat alejhimu dhille, si kanë Allah që ka qafën. Wa duribat alejhimu dhille. Allah ju ka thonë, ndërsa në qafat e tyne ja u kemi lidhë në nëqmimin, poshtërsin, së e këtë korpi kësë qafa. Aqë sa lopa nuk ka mundësi me hek atë zingjirin për këtuët, apo qash nuk kanë mundësi ata me hek në nëqmimin edhe përullin që Allah e ka e lidhë për qafa. Pse? Se qëto që Allah e ka mësua dhejmë të azëm, njerëzët të me ditë, se iblisi i urren për shkak që ati fjallori, për që ata na ka i natën i vë njerëz apëtën. Njerit fatkeqësisht vrahen me zveti për të rësuje, vrahen me zveti për shkak të kësaj pune, që të ngadhnjen fjallori i iblisit fatkeqësisht bi fjallorin e Zotit të gjithësisë. A nuk është ki interesant në me meditu për këtë punë? Shumë vëllarë. E kam suja në të Allahu Gjallahu Ala njerëzimit. Dhe për këtë arsye, Allahu Gjallahu në ka ndëru me këtë. Dhe nuk ka kuptim asë një ndërim tjetër. Nuk ka kuptim asë një ngadhnim, asë një fitore tjetër, përveç se në njërë e qëtëve konceptet dhe kuptime. Andaj vëllezër ndëruar në të në kuptu. Se gjdo fitore, gjdo ngadhnim në jetën e kësaj bote, fillan nga fitoria e kuptimeve dhe koncepteve. Kur kuptimet fitojnë, tani do të fitojnë masaj edhe barqët e kuptimeve apëtën. Qëtërë rënditja, në qofë se kuptimet tona, konceptet tona nuk fitojnë, nuk kena mundësi na kur me fitu, edhe ndoshta dukemi fizikisht në fitimtar apëtën. Kjo e regulli e artë kuranor kështë kuptan apëtën. A kupton? Në qofë se nuk fitan të uhidin bi shirkun, në qofë se nuk fitan moralin bi zinan, në qofë se nuk fitan mendja e shëndosh mbi alkoholin dhe drogën, këto koncepte nuk fitojnë. Në qofë se nuk fitan kuptimi joni lumturisë dhe i lirisë mbi kuptimet e tjera, edhe pse do kësh i lirë, nuk i lirë apëtë. Nga se s'ka fitua e që duhet me fitua apëtë. Për këtë arsye, iblis në e ka i natë apëtë. Pse na kem me vehdi diqka, apo, që aj, që këtë që me bo, apo, gjithmonë ka me hupa apëtë. Gjithë. Sikur se ka thonë iblisi, i shkatrova njerëzit me gjunahe, ndërsa ata më shkatruan mua me fjallin, estakfirullah. Apo, kush ta ka mësu ty që kur bërë gjunahe shumë, ta falë Allah, kush ta ka rëzu këtë punë? Qaj fjallor, qaj që ka mësu Allahu Ademin, që ta e ka mësu Allahu Ademin? Që jeni njerëz një të likë, këni mësime bu gjunahe, thune estakfirullah ju fali, qitë estakfirullah nuk edhe një iblisi, a i dhe me ndërru. Prandaj, na e kena armën tonë që mune me fituat. Shkaku të të përse na urren iblisi është kufri i tij atë. Dhe kjo është normale atë. Çdo njeri që ka kufër në zemër e urren ato që ka iman në zemër. Ajo që është interesant këtu vëllazënisë, iblisi me këtë kufër dhe me këtë ngritje çka ka dashur me bëu. Me këtë kufër dhe me këtë gjuna që ka bëu, me këtë mendimati që ka dashur me bëu. Ka dashur me ngrit. Kur më koni nalt. Allahu Jalla wa Ala
e ka dënu me të kundërtën. E ka dënu me të kundërtën. Që e ka dënu me të kundërtën. Kjo është shumë interesant. E ka dënu Allahu xhallahu ala me dy sene. Nëse e kam poshtë iblisin. E ka dënu me mallkim edhe ka dënu me pasus. Çuçi ka dënu me mallkim me pasus? Ai ka dënu me kon më i madh. Më i madh në dy kuptime. Më i madh tek Allahu xhallahu ala, më i afërti, edhe më i madh tek kresat ato. Unë me kon çka të ka zoti punë, më kallzo mua, unë i kallzoj këtyn ato. Çfarë ai ka dosh me kon ato? Apo? E Allahu xhallahu ala ka dënu me dy të njëjta. Veç e ka kthy mbrapsht. Me ka thënë se kush është Zoti dhe i forti, kush vendos këto. Fillimisht ka dosh me kon më i afërt Allahut, apo? Allahu xhallahu ala e ka bën më të lartë atij apo. Nuk ka krijesë as në qiell as tokë që më larg mëshirës Allahut se iblisi. Që më shka ka dënu. E para, e ka përzon Allahu xhallahu ala. La'na mallkim është me të përzon nga rahmeti i tij apo. Wallahi duhet punë me bëu dikush me dal për xhenet apo. Xheneti është më i madh se qielli dhe toka. Këtë qiell që janë bashkë, na veç një e dim, pak e dim, as dim këtë çush është, lemo 7 palë të qiell. Xheneti është më i madh se këtë kosmosi, xheneti. Çu na sot vogël. Para mëna çifti jon kaq i vogël, apo mos më nxon xhenet. A din çka duhet më bë? Wallahi atë njëri e kupton këtë aspekt se sa krim i madh është gjunahi apo. Sa krim i madh është mos më fal. Që këtë bën sebeb në qatë gjenet gjonë, mësë pas vend tjepë. Allah në rujtër. Tëne i rahmeti Allah t'i madhë, paramendani apëtën, krejtë qka duhen njerëzën tokë, qka duhen prindë, thmije, burre, grue, shoke, me shoke, shoqe, këtë qka duhen këtë dunja, është veç për shkak një pjesë të mëshirës që Allah e ka zbrinë tokë. Tirat pjesë i ka rujtë Allah për të vetin, për jemë në këjama. Par në kjo bek, këtë bashkë kur botë, sa rahmeti Allah t'i madhë. Në krejtë që të rahmet, se nëzën iblisin, edhe ushtarët, si nëzën këtu, s'ka vend për jashtë, kufri ti e ka qitë për jashtë. Ka dash më afru, po ka dash më afru me hile, e me hile s'ka. Ka dash më afru me rana, me mashtrime, e s'ka kështu. E ka përzun Allahu xhallahu ala. Ande ka dash më afru tek Allahu, e ka përzun Allahu. Ka dash me kun udhëhec i krijesave, krejtve. Allah e ka përzun dëshiren, po e ka bu udhëhec, po të kujna. Ande si kur thot Ibn Jauzi rahimullah, i shkreti iblisi, apo? I shkreti iblisi, refuzoj ti për ullet babës së njerëzimit, njeriut më të mirë, Ademet a.s. Refuzoj miran se ishte Ademit a.s. e pastaj pranaj që të jetë udhëheci i bijve më të këqit të këtij Ademi. Çka ka bëj? S'ka dash me kon me Ademin i mirë, me njerën e mirë, pse unë kom kepër, unë s'kom punë me ty. Tani vjen të matë pestit e bijve të Ademit, edhe ju bën lajka. Hajtë në veç pak, hajtë bëj qështu. Në qmojt për atyne, para kujna. Qështu të sa një që nuk dëmë në shu Allah xhallahu ala, unë e marë gjej me qitë balin kënë toka, jo Allah se për këtë punë. Tani e mundës Allah me qitë balin në prajët e tjerëve, të këpusit edhe kom të tyna. Dikut kimi në nështu, s'ki qara. Ose kimi marë në gjami me qitë balin, e me të ngrit Allah me këtë ullje në dunja në ahiret, apo, ose kimi refuzu këtë mu për ullë, po s'ki qare për jash pa për ullë para dikujt, e kjo për ullë e këmë të kushtu me humbje në dunja në ahiret. Qështu ka bu iblisi. S'ka dash me për ullë Ademet alisam, që ka bu? Ka përnumi për ullë hajnave, cubave, kriminelve, vrasësve, që ta e në ushtria ti apë. Dhe aj për mi bu për ushtri, duhet mi bu lojka, me mashtru, me prit, me muj, me vjetë ditë mashtruat aja pëtan, me jetë ngatë, me lmu, të mja mushmen me bu një gjinatën. Aja petë pëndohet e stakë fërla, hygjim pe i sparit asha pëtan. A nuk ka kënë në qmim? Andë Allah xhallahu ala ka dash ngritje, po mrapsh ngritje, e ka mposht Allah xhallahu ala me të kundër të nëpëta. Dhe e fundit që pejshkaqe që ulemat i kanë përmend, thotë pse na urren e iblisi është për shkak të dëbimit që ka përjetuar nga mëshira Allah xhallahu ala. Sa herë të shë iblisi se qysh Allah o dikon është problem. Wallah a dini o lazni japëtën. Ju ato nuk i muni me vrejta më. Ditën e Arafatit, ose kër iblisi e shë qysh Allah o përja falë rëbët vetë apëtën.
Po i thot ktheu nëse u kon fal apo. Qysh rënai si qyqja ti thot subhanallah, krejt një u fali për mua s'ka vën këto apo. Çfarë do është ai me shumë të kish hongër. Normal. Ti je sebeb për ta. Pse ati s'pja falë Allah Gjelle Ola? Ti e sebeb që ai s'po përfiton nga këto të mira të faleve, të mëshirës, të shpërlimeve. Ti e sebeb. Si bastina, pëtën. Andaj të kajnë të kazilia, pëtën. Për fund që si marim të katërt, pëtën. Ajo në që të katërt dhe burimi i urrejtës mes njerëzve po vëlla, pëtën. Gjdo konflikt, gjdo urrejtës mes njerëzve, ose e ka burimin të kush? Të kibri, pëtën. Mendimalsia. Ose e ka tek hasedi. S'ka qara, pëtën. Ose e ka tek kufri. Mosbesimi, konflikti mes besimeve ato, s'ka çare pa kon kjo. Ose e ka nga fajsimi i ndokujt pa hak. Dikush kujton që filoni është sebeb që ne kam dështuar në biznes ato. Po çat ka faj ai ato. Duhet me gjetë një fajtor kujdestar që më u ngjit dikujt ato. Apo duhet me gjetë dikujt. Sikurse tana apo fajet, pse fajet ka herë, pse perëndimi po bjen raporte, po na vonon më integru, po na vonon kështu apo duhet me lyp dikun fajin ku më gjet? Çka që ka shumë mjekën ka faj atë. Çai ka faj ai? Duhet me gjet dikun apo. Duhet me gjet. Faj ka me pas si besim. Faj kanë shamiat, çtu kanë faj. Çka kanë? Ata asnjë s'ka mund që kjo ka faj. Kur s'ka faj? Kam ka faj hajnia, korrupsioni, çtu kanë faj. Apo? Mirë, po duhet me gjithë një fajtor kujdestar dikun apo. I cili është edhe më i dopt edhe i but, ka lajkën me ta apo. Apo? Edhe më u kallzu apo. Gjitha këto inspirime të iblisit apo. Nga sa i vet karanto ka përvojë mrekullueshme, shumë shekulluare në këto pikë, kështu që din shumë bukur me artikulu, din shumë bukur me i plasu, din shumë bukur me i prezantu, kështu që veç njëri që është i kapt fuqimisht për librin e Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe për sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe njeriu i cili me të vërtet është i pajisur me ato që Allah e ka mësuar, din me analizu këtë punë me ditë këtu. Jo, s'është kjo për këtë punë, për këtë punë është se çdo bëj iblisi. Kush din me bëj këtë punë? Veç ai që është frymzuar nga Kurani nga Suneti. Ai që se ka këtë aparat, çytet e këta, se ka këtë aparat, ai nuk din. Tani kupton, vallani më. Valla sahi, po gjet çitan ata, po gjet çike, do bjen viktim e thjesht e çdo propaganda, po të ketë çështë. Andaj sot që se lexojmë raporte për burimet që ndikojnë në botkuptimet e njerëzve. Kam bërë studime njerëz, analiza tulifare, për shembull, çka ndikon që njerëz me formulun i botkuptim caktuar, pozitiv apo negativ. Në shumicën e raporteve dhe studimeve kanë dalë se në më shumë se 80%, 85% të burimeve gjithmonë ka dalë fitimtare media apo. I lëdh la me punë, i ka të lasht e veta, s'din që ka bot, s'është në rjedhat kësaj ngjarje që po flasim na, vjen i lëshën lajmet, del aty apën, filoni, fisteku, ky grup, ky ai pika ka me vërtetuar se me kishë ka, se ka kërkon, bjen viktim fatkeqësisht e këtyre manipulimeve vapsën, që frymëzim i gjitha këtyre është iblisi me ushtrimin e tij. Edhe na duhet me ditë të punë, për të vëdësuar veten tonë fillimisht dhe për të mbrojtur familjet, shoqërinë tonë, popullin tonë, që mos bëhen marioneta, mos bëhen vegla, mos bëhen manipuluar, mos bëhen viktima fatkeqësisht, që pastaj të kapen mes veti, falsa, artificialisht, pa kur forsebepi, njerëz mu kapen mu rrit mes veti, pa kur gjë. Pse? Pse ka ardhur iblisi dhe u ka bëu që ka diçka këtu që duhet mu vrojë mu kap mes veti. Në qoftë se i detektojmë këto pika, këto burime, dhe pastaj çka do të flasim në tarm me lenë Allah xhallahu ala për metodat, për rrugët, për strategjitë e iblisit, çka mbështetet ai. Dhe në fund do të freskojmë me armatimin që e ka besimtari, çka të ndihmon ti këtë rrugë për të pa ti se sa i përkrahur i jafton, për të pa ti vallahi sa i përmbajtur i jafton. Dhe ai që kupton këtë drejt nuk mposhtet kurrë afton, nuk mposhtet kurrë, sikurse këtë e kam të fundi që po du me thonë, Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka qunë njëre një ushtrim e luftu dikun me qëllu një ven, edhe u dalë në qështë Medinës me prit, kur për vjen lajmi, qka ka bot atje? Edhe ka ardhë lejmëtari, për jasë e anë e ka thonë, ebshirja emire lë mu'minin, për gëzë o prisë e besimtarve, fituam, në mundësej Allahu Gjallahu Ala me e shliruat një ven. Omeri nuk është mashtru ma si lajmi, njëri i pjekun, njëri i matën, i urt, kanë thonë,
ka thonë Omeri, sa keni luftu, sa gatë luftut? Ka thonë, ja Amirul Mu'minin, një ditë me ka marrë lufta, valla, me të ka të drejtë. Një ditë u dosh me luftu, një ditë. Ka thonë Omeri, radiallahu ta'ala anhu, subhanallah, një ditë i qëndron e kota të vërtetës për balë, vallahi ka mos e pamundshme vetëm për shkak të një gjunaj që ju e keni bërë. Nuk ka mundësi me u vanu rënimi i të kotës vetëm për shkak se janë të do barës të vërtetës ato. Kur ata dobësohen në ligën me gjunaj, vënohet në poshtja. Përndryshe, nuk ka mundësi me i qëndru iblisi kësaj grushtit të madh që i vjen nga Kurani dhe Suneti, e pamundshme është. Përveç se, sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, shtiza është e njëjtë që ngrehet, po problemi është se kush është ka ngrehet shtiza thon. Apo ajo është e njëjtë, si ti mund të bëni shtizë, njëjtë, alltia është e njëjtë, si ai që vron në ball, si ai që ja çon 100 metra larg, njëjtë është ai hapta. Mirë, po është më rëndësi kush e ka në dorë dhe kush pja çkrepa thon. Apo andaj na e kem dhe i duhet më rregullu na që me ditë me çkrep që duhet ata. Për me konë me të vërtet stabil në rrugën e Allahu xhallahu ala dhe të fitojnë vlerat e Kuranit, të fitojnë kuptimin dhe konceptin që Allahu e ka dashur. Duke filluar nga besimi i drejtë e deri tek jeta në përgjithësi. Ky është konflikti i njerëzve sot në botë dhe ky konflikt ka filluar me njërin e parë dhe nuk do të ndalet deri në fund të kësaj bote. Edhe se Allahu na mënduar që neve të na bën palë të grupit të shpëtuar, neve të na bën palë të grupit të ndihmuar, neve të na bën Allahu xhallahu ala palë të asaj ane që ndihmon fjalën e Allahut azza xal, që ndihmon kuptimin dhe konceptin që Allahu xhallahu ala ja kishte mësuar Ademit alayhis salam dhe kishte përcjell pejgamber mas pejgamberi deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na mëson Allahu që të jemi na të udhëzuar dhe të jemi na udhëzues të njerëzimit. Të jemi ata që njerëz i çlirojmë nga komplekset, i çlirojmë nga robritë ndryshme, duke i kthyer në robrimin e Allahut te baraka wa taala. Këtë kena mundësi nga burimi dhe nga njohja jonë që kemi në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë hyrje personte, shpresoj që do të vazhdojmë inshallah në të ardhmen me këtë temë. Allahu xhallahu ala shpërbleft me kaq që në fund. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Ka një pyetje, mëse është kur obligohet zakati për dukat, nëse rrin një vjet dhe arrin nisabin 85 gram, bëhet obligativ.